Këshilli i Komunës së Gostivarit në seancën e mbajtur gjatë ditës së sotme ka shqyrtuar dhe miratuar planin vjetor për punësimet në institucionet arsimore, fillore dhe të mesme të komunës. Pikat e rendit të ditës u prezantuan veçmas për secilën shkollë, ndërsa sqarimet për përmbajtjen e tyre i dha përfaqësuesi i sektorit për arsim në komunën e Gostivarit, Sultan Amiti. Sipas tij bëhet fjalë për angazhimin e personelit teknik në institucionet arsimore si dhe për plotësimin e vendeve të punës që mbesin të lira për shkak të pensionimit të punonjësve gjatë periudhës së zbatimit të planit. Kjo është një procedurë e përvitshme, tha ai, që patjetër duhet të merr pëlqimin e Këshillit. Kjo vlen vetëm për personelin teknik të shkollave, të cilat i dorëzojmë në Ministrinë për Administratë Publike për me marrë pëlqim dhe planifikim financave nga Ministria e Financave. Kjo nuk bëhet fjalë vetëm për arsimtarët, për profesorët, por bëhet fjalë vetëm për personelin teknik, pedagog, psikolog, defektolog, higjieniçar ose dhe rojtar të ndryshëm, të cilët shkojnë në pension. Një vjet para prak lajmëron që shkolla, për shembull gjimnazi, në vitin e ardhshëm ka 2 vjet që shkojnë në pension. Edhe miratohet nga leje mirët nga Këshilli dhe pastaj vjen pëlqimi edhe nga Ministria, e cilët na vinë na kthehet si përgjigje nga ana. Këtë bëjmë çdo vit, është obligative. Vendimet përfshin shkollat e mesme ekonomike, të mjekësisë dhe gjimnazin, si dhe shkollat fillore Gjon Buzuku në Sërmnov, Bashkimi në Gostivar, Çajla, Goce Delçev, Liria Vërtok, Ismail Qemali në Gostivar, Përparimi në Çegran, Shkolla e Forinës, Shkolla fillore e muzikës Mustafa Kemal Ataturk dhe Faik Konica në Devresh. Asnjë nga këto pika nuk u shoqëruan me debate në sallën e Këshillit dhe të gjitha u miratuan me shumicën e votave të këshilltarëve. Në territorin e komunës së Gostivarit funksionojnë 11 shkolla fillore qendrore, 10 janë periferike dhe 4 shkolla të mesme publike.